për treguar gjatë gjithë kohës borrëri gjasme. Kjo është borrëri. Sa maço është? Kjo është borrëri. Vin duke u marrë borrërinë e tij. Ndoshta s'është në kërkim të një gjëje serioze, ka shitur për të tillë dhe mirëpafshëm. Janë tre parazitë që po mundojnë të hanë nga njëri tjetri. Me këtë histori janë të tre këto. Jo mos se shoh s'ka ndonjë që ti është parazit. Ti është të ushqesh me Astela është. Çfarë kërkon? Vo. S'ka kam mbaruar. Janë zgjer 44 vjet vetëm sot. S'ka më? Duhen? Sa duhen? Se unë I futa pak, por e ndava me 2 pjesë tavën. Prandaj. Me që thanë të gjithë duan. Duhet t'i sulen të gjithë kësaj gocës në grupin. Sepse kjo po tregon një version historie. Tani, a kemi 3 versione tani? Pa lidhje. A kemi 3 versione? 3 versione. Po. Kemi Ai versionin Selinës është YouTube-it. Kemi versionin e një njeriu në faj, kemi versionin e një vajze të tradhtuar dhe paranoiak, kemi dhe versionin e një vajze që do të laj duart. Normal që të kemi 3 versione përderisa të gjithë secili ka nga i rojë. Ti thua mos japin fare vëmendje thotë. Jo, unë them që le ta mbyllim këtë gjë dhe ti themi gjithë secilëve, okay, jeni për Big Brother apo të vazhdoni të merreni me këtë gjë? Në të kundërt vazhdoni merrni vetë. Po mos kam një opinion. Jemi në crossover. Një qendrim aty. Ti nuk mbajte. Jo, unë e mbaj një qendrim dhe po e mbaj edhe tani që nuk duhet gjykuar asnjëri. Po pra, ti nuk mbajte një qendrim. Mirë pra. Ti mbajte atë qendrim. Unë mbajta një tjetër. Do të shkoj deri në fund në qendrimin tim, nëse unë se ta dorë. Ta pyes, unë kam kuriozitet ta pyes. Për çfarë është këtu? Pse